e kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës, sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbërojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve, kujdes me telefonat, sepse në qoftë se fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën qafë. Kujdes me telefonat, TikToku me VPN është hapje rrugës për hakerim. Okej? Falas dhe pastaj është një darë që e ka bishtin mbrapa shumë të madh, shumë të gjatë. Faleminderit. Numrin 5 edhe mirë se të shihemi.